Ngjarjet brenda Big Brother VIP Albania vijojnë të mbajnë publikun të mbërthyer ndërsa rrëfimet e finalistëve po zbulojnë anë të panjohurat e eksperiencës së tyre në shtëpinë më të famshme në vend. Finalisti Mateo Borri ka ndarë disa nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë qëndrimit në shtëpi, duke prekur edhe situata që e kanë vënë emocionalisht në provë. I pyetur për momentin më të vështirë, ai u shpreh: "Ka pas disa, ka qenë momenti i prajmit me Brikenën, kur kam thënë historinë dhe kur më ka vënë Brikena në nominim sepse thoja çfarë i kam bërë unë kësaj vajze, çfarë të thash. Nuk ishte problemi që kisha 17 veta kundra, por atë që do ta kesh kundra nuk do as veten tënde." Mateo tregoi gjithashtu se një tjetër periudhë shumë e vështirë për të ka qenë fillimi i lojës kur është ndjerë në presion të vazhdueshëm. "Unë them që si momenti kur kemi hyrë në fillim, ka qenë shumë e sikletshme sepse duhet të vërtetoja që nuk isha qëllime të këqija, presionin që kam pas në fillim, shumë i vështirë. Megjithatë, pavarësisht sfidave dhe tensioneve, ai ka qenë i vendosur të mos dorëzohet." I pyetur nëse i ka shkuar ndonjëherë ndërmend të lërgarën, Mateo u përgjigj prerë: "Kur, asnjëherë. I vetmi moment që kam thënë që dua të dal jashtë ka qenë dita e parë, nata e parë, sepse nuk e prisja që do të hyja tek akuariumi." Rrëfimi i tij ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut për dinamikat e brendshme të shtëpisë, ndërsa finalja po afron dhe tensionet mes banorëve mbeten të larta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.